Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mbrëma, Kosova pa president, pritet të mbaj zgjedhje të reja të jashtëzakonshme së paku, deri tani nuk ka lëvizje substanciale, premtuese politike që zoti Kurti me tjerë dëshiron ta ndajë objektivisht platformën e kompromisit që tema presidentit të mos ekzistojë mos si problem në tavolinë dhe si arsye e madhe që vendi të mbaj zgjedhje të parakohshme. Një propozim gjeneroz nga kjo studio për Kurtin dhe të tjerët, mbase mund të kishte pak nuanca gjysmë ironike, por është nga kjo studio të Verbris, besoj me bashkohet edhe miku im Afrim Kasolli, që kryeministër tashmë është i zgjedhur vetë zoti Kurti, kryetar kuvendi dhe atë pozitë ta mbajë zoti Kurti, dhe për presidentin, po ashtu të mos ketë dilema, paqartësi fare të oponentit të tij, ta votojnë zotin Kurti, meqense gjithë pushteti i madh është i koncentruar te ai si kryeministër, pse të mos shpëndahet figura e tij edhe si president, edhe si kryetar kuvendi, kudo që përfaqëson vendin për brenda dhe me jashtë, që jetë kryefigura politike rreth cilit koncentrohet, fokusohet, reflektohet gjithë vëmendja e brendshme dhe ndërkombëtare. Një kryeministër, zotin Kurti, kryetar kuvendi zotin Kurti dhe president zotin Kurti dhe fare, mbase nuk do të kishim probleme, pakënaqësi, një proces zërshëm për kompromis e konsensus. Propozim mbase mund ta marrin parasysh. Afrim Kasolli, faleminderit për kohën. Qasirit jemi së bashku. Si një propozim ishte kë. Një shtek dalin nga kriza. Po mbase ju e thatë në mënyrë ironike, mirë po unë kam paralemëruar që po shkojmë në atë drejtim. Nëse jo nominalisht që t'i ketë 3 pozitat, realisht shumë shpejt mund ndodhë që lideri i lëvizjes vetëvendosje t'i ketë përmbajtësisht t'i ketë 3 pozitat kryesore institucionale, sepse po shihet që nuk do të ketë shansa të kemi president të ri, pas indikacioneve aktuale. Mirë po unë kam paralemëruar që jo vetëm që nuk do të kemi president të ri, por do të kaloj edhe afati 6 mujori ushtruesës së detyrës dhe vështirë që do të kemi ndonjë president të ri dhe praktikisht ajo pozitë do të jetë vakante. Po ashtu edhe me një kuvend që shkon në mënyrë të vazhdueshme në zgjedhje, do të thotë pozita e kryeparlamentarit do të jetë vakante. Këtë drejtim i vetmi autoritet përfaqësues politik që do të mbetet do të jetë kryeministri Albin Kurti, kështu që mbase do të jetë edhe president realisht, edhe kryetar kuvendi, edhe kryeministër në detyrë dhe 3 pozitat kryesore institucionale ai do t'i përfaqësoj politikisht si brenda dhe si brenda ashtu dhe jashtë vendit. Nëse jo do thotë i certifikuar sipas procedurave, mirë po nuk është me rëndësi, shpesh nuk kanë me rëndësi këto procedura. Përmbajtësisht zoti Kurti përmbajtësisht bëhet autoriteti. Vendos për 3 pozita. Për 3 pozita sepse administron qeverisë me 3 pozita. Në 3 pozita me presidentin. Po do të jetë vakante. Vakante shumë shpejt ka gjasa që ajo pozitë jetë vakante. Zonja Haxhi është ushtruese, ju thatë edhe keni thënë më herët. Më herët e kam paralemëruar këtu. Që kriza e presidentit mbasi do të jetë tema më e madhe e Kosovës politike e këtij viti. Dhe duke mos e përjashtuar edhe elementin tjetër që do thotë kuvendi i Kosovës dështoi që t'i zgjedh anëtarë të ri të gjykatës kushtetuese, mbase nëse shkojmë zgjedhje, siç kryeministri paralemëroi që do të kemi 2 pol zgjedhje këtë vit, do thotë nëse vet ai nuk i fiton 80 vota, 80 ulse të deputetëve, ekziston rreziku që përsëri do të kemi 2 pol zgjedhje të reja brenda këtij viti, gjë që thuajse e bën të pamundur do thotë edhe konstituimin e gjykatës kushtetuese, shumë shpejt edhe aty do të paraqitet vakum institucional, kështu që në këtë drejtim disa prej pozitave kryesore do thotë ajo e presidentit, ajo e kryeparlamentarit, gjykata kushtetuese do të jetë invalide të marrë vendime për shkak të mungesës së korumit dhe i vetmi autoritet do thotë që ushtron funksione politike do të mbetet kryeministri Kurti. Kështu që ajo që e filluar si ironi, mbase mund të jetë skenari real me cilën do të ballafaqohet jeta institucionale dhe politike në vend. Po kërkon ti thuat zotit Kurti lavdi për ato që ai e quan sakrificë të madhe që zotin Konjunca tha heq nga tavolina e kompromisit për postin e. Po nëse të kujtohet, këtu në fillim të këtij viti. Lavdi politike. Ja, absolutisht. Lavdi zoti Kurti për heroizmin. Për heroizmin e dëshmuar, për aftësinë për kompromise, po. Në fillim të këtij viti, do thotë ne kur kemi bashkëbiseduar me nuanca gjysmë tallëse. Po të kuptoj sepse realiteti është shumë brutal dhe është brutal, është banal, është i zëm. Pajtohem plotësisht sepse këto zgjedhje janë për shtetin, saqë këto zgjedhje janë totalisht të panevojshme në një farë mënyrë, do të realisht dhe
Nëse të kujtohet rrit kur kemi bashkë biseduar në fillim të viti, skenarët e mundshëm që do të lëvizja vetëvendosje do t'i ndjek sa i përket në mënyrë se si do ta menaxhoj këtë procesun, nuk është që se kam paralajmëruar që mund të ndodh, mund të vjen një moment që vetë zoti Kurti do thotë, do të ajo ai personalisht, po subjekti që e përfaqëson, sepse pat komunikat të lëvizjes vetëvendosje, që gjoja do të heqë në dorë, do thotë, nga kandidatët e tyre, këtë mision do t'ja lënë në dorë subjekteve opozitare, që atyre përfundimisht të mbetet barra e fajt para opinionit publik që nuk ishin në gjendje ta kandidonin apo ta nominonin asnjë kandidat përkundër ofertës gjeneroze që u bëri lëvizja vetëvendosje. Madje në mënyrë ironike në atë kohë ke shprehur që ai nesër mund dal para qytetarëve të Kosovës dhe thotë se çka mund bëj më shumë Albin Kurti po se të heq dorë nga kandidaturat e lëvizjes vetëvendosje dhe që këtë proces të alë në dorë subjekteve opozitare. Nuk është se kemi para pa edhe këtë skenar politik. Në këtë drejtim do të mendoj që subjektet opozitare është dashur të jenë të përgatitur edhe për këtë Ta kenë këtë përgjigje. Ta kenë këtë përgjigje, jo kështu në mënyrë fragmentare siç po shkojnë, do sepse pikërisht në kohën kur ato i kumtuan, do thotë, e kumtuan që do t'i mbyllin negociatat sa i përket kësaj teme, në mbrëmje pikërisht në kohën kur subjektet opozitare hoqën dorë nga çdo përpjekje, do si Lidhja Demokratike e Kosovës ashtu dhe Partia Demokratike e Kosovës për të adresuar më tej këtë temë, ai e hapi çështjen e kandidatit konsensual që duhet të nominohet prej tyre. Nuk është e rastishme kjo, është kalkulimi i mirë menduar edhe Beteja për rrëfimin. Beteja është për rrëfimin sepse kam qenë më i bindur që Kurti nuk shkon në zgjedhje të jashtëzakonshme, në zgjedhje parlamentare, pa e konsumu edhe këtë element, pa e konsumu edhe këtë procedurë në mënyrë që të tentoj sa më pastaj ajo do të ketë efekt para opinionit, çfarë ndikimi elektoral, kjo është temë tjetër, mbetet të shihet kur do të mbahen zgjedhjet, mirë, por nuk do të shkojnë në zgjedhje të jashtëzakonshme pa e konsumuar edhe këtë rrëfim që ajo që ai e bëri do të ishte sakrifica e madhe, sepse është një taskim, ne pa edhe për vitin e kaluar, do thotë kur hoqi dorë nga pozita për kryeministër, ja delegoi këtë drejt Glau Konjunës, është mbase i njëjti rrëfim që do ta ripërsëritë, do ta riciklojnë në mënyrë që sipas pretendimeve të tij mund të krijojë efekte elektorale. Pra, ka qenë më së ditur e pritshme, siç thash me 3 janar ne këtu e kemi thënë që do të vjen një moment që Albin Kurti do t'ju thotë subjekteve opozitare, unë nuk kam kandidat, ose dhe nëse kam, po i sakrifikoj që është shumë kuptim plotë kjo, po i sakrifikoj kandidatët e mi, lëvizja vetëvendosje, heq dorë nga kandidaturat e saj dhe ja, tavolina është e juaja, nxjerrni propozimin, nxjerrni emrin, gjë që kjo mund të jetë sfidë për subjektet opozitare në një farë kuptimi, sepse mund përsëritet e njëjta ndjeshmëri sikur vitin e kaluar ku të njëjtat po dëshmojnë aftësi ta bllokojnë zotin Kurtit, sikur vitin e kaluar, mirë po pastaj ato nuk po janë në gjendje ta ndërtojnë një alternativë se për çka janë. Kjo është beteja kryesore që ato po e humbin rrëfimin politik. Në rregull, edhe gjatë gjithë vitit e kaluar blokada që zgjati sa i përket mos konstituimit të kuvendit, u bë qartë që subjektet parlamentare opozitare e bllokuan zotin Kurti, mirë por kur erdhi situata më pastaj se që ato dëshmojnë se për çfarë alternative janë, dështuan gjë që u hakmarrën dhe u rikthyen në bumerang të tyre, sepse në sy të opinionit po shihen si subjekte që po e pengojnë konsolidimin e institucioneve. Pra është e njëjta përpjekje, është i njëjti rrëfim, janë të njëjtat motive, të njëjtat qëllime që zoti Kurti nuk ka kandidat, ka hequr dorë nga kandidaturat e saj, ja ku janë subjektet opozitare, le të arrijnë konsensus dhe le ta propozojnë një emër. Ne Lidhja Demokratike. Po. Lea Kasolli, Lidhja e keni thënë që gjithë procesi ishte aq jo transparent, sa që më shumë ke informacione që po ndodh në luftën Iran, Amerikë, Izrael atje, se sa për një proces mirëfilli normal të një procesi bisedimesh për temën e presidentit. Ne gjithë kemi ditur që po bisedojmë për temën e presidentit, se paku kështu ka qenë në opinion. Në opinion, po. Dhe doli që edhe për ndarjet e resorteve qeveritare, po. Kanë biseduar edhe për ndarjen e resorteve qeveritare. Nëse mon Kosova zgjedhje, nëse mon, e që po shkon në drejtim pashmangshëm, a kanë të qartë njerëz kush për çka po mon Kosova zgjedhje? Sot a ekziston një klimë të qartë politike pse Kosova po mban zgjedhje.
kujt t'i mbetet njolla. Po tash mënyra se si qytetarët e Kosovës do ta perceptojnë detyrimin e tyre për dalë edhe një herë në kutitë e votimit është temë tjetër. Personalisht unë do thotë edhe po. Unë jam i bindur në bazë të konstelacionit aktual. Interpretimi im është që skenari për zgjedhje të jashtëzakonshme, do thotë skenari për të shkuar edhe një herë në zgjedhje është i mirë menduar nga lëvizja vetëvendosje. Është interes i lëvizjes vetëvendosje. Arsyet pse unë ende tash nuk i kam qartë. Nuk mund t'jap shpjegim pse lëvizja vetëvendosje ka interes të shkojë edhe një herë në zgjedhje të jashtëzakonshme. Pra, cila është ai motiv i errët që po e nxit këtë subjekt politik do t'i provokojë edhe një herë zgjedhje të jashtëzakonshme. Sepse po të mos ishte interes i lëvizjes vetëvendosje. Besoj ne nuk do të ishim duke biseduar tash për temën e presidentit. Ne dimë çfarë është sistemi ynë politik dhe kushtetues. Qendra më e madhe e pushtetit graviton nga shumica ai që e kontrollon shumicën parlamentare dhe nga ekzekutivi. Është e vërtetë që janë disa kompetenca, do thotë që duhet të bashkërendohen, që thotë në bashkërendim ndërmjet presidentit dhe qeverisë dhe ekzekutivit. Por pjesa më e madhe e autoritetit politik dhe e kompetencave politike ushtrohet nga ekzekutivi. Dhe lëvizja vetëvendosje në këtë fazë ka asnjë lloj pushteti që asnjëherë në historinë parlamentare të Kosovës asnjë subjekt politik nuk ka pasur. Me minoritetet jo serbe do thotë arrin në 66 deputet. Ndryshe nga viti i kaluar, nga tregimi për vitin e kaluar që kurti arriti t'i bind qytetarët që ishte opozita që bllokoi formimin e institucioneve, që provokoi zgjedhjet. Këtë vetë duket që këtë arsyetim kurti ende nuk ka arritur të artikuloj mirëfilljen e publik. Ka filluar sepse i akuzoi që fillimisht një natë para se ta bënte ofertën gjeneroze, i akuzoi që po sillen më keq se sanisma dhe nëse eventualisht është një lloj presioni psikologjik që ushtrohet mbi qytetarët e Kosovës, që nëse ripërsëritet i njëjti rezultat zgjedhor, përsëri do të kemi zgjedhje të reja të jashtëzakonshme ku qelsi magjik për ta ndërprerë këtë cikël të vazhdueshëm të zgjedhjeve qëndron vetëm nëse lëvizja vetëvendosje i siguron 80 ulse në kuvendin e Kosovës. E tha tekstualisht ai është në kërkim. Kurti sot po kërkon 80 vota. 80 vota. Është në kërkim të tyre. Ai do t'i fitojë ato është temë tjetër, mirë po adresa e tij, do të kërkesa e tij adresuar qytetarëve të Kosovës ishte e qartë që të shmanget njëherë për gjithmonë ky cikël i bllokadave politike, atëherë nuk ka më zgjidhje tjetër pas që unë t'i fitoj 80 vota, nga se Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Partia Demokratike e Kosovës fatkeqësisht janë bërë edhe më plankprishse se sa nisma në mandatin e kaluar dhe nuk ka më me kon të negociojë dhe të bëj kompromise politike. Për shkak të Por ka solli Babdexhiku mbrëm dje ju përgjigj me kandidaturën e zonës Vjosa Osmani. Me atë duket që ka një pritje ngërçi vetë kurti nga roli që mund ta ketë zonja Osmani tash e tutje. Dëgjoj, tash kjo është një lëvizje taktike për ta sfiduar. Ja, kemi Vjosa Osmani, le të zgjidhet problemi, është figurë atë, ishim me të. Mirë po është problema nëse kriteret që i ka parashtruar kurti, që duhet të jetë një figurë konsensuale spakti për 3 subjektet politike. Vjosa Osmani nuk e plotson atë kriter. Paktën Partia Demokratike e Kosovës deri më tani nuk ka dhënë indikacione që është e gatshme, do thotë që është e gatshme ta votoj Vjosa Osmanin. Në këtë drejtim kriteret që i ka parashtruar lëvizja vetëvendosje se si duhet të ketë kandidati për kryetar, nuk i plotson Vjosa Osmani. Vjosa Osmani po bëhet vetëm kandidate e Lidhjes Demokratike të Kosovës, jo kandidate unike e Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, që kurti ka kërkuar këto dy subjekteve politike që së bashku të vinë me 3 emra. Te votuesi i thjesht, ende ka paqartësi, zemrim e tjera, pse zonja Osmani nuk mori mbështetjen e zotit Kurti edhe për një mandat. Absolutisht. Dhe duket që Kurti ende votuesin e tij nuk ka arritur ta bind me atë prejardhje që është sociale, kulturore e tjera që pse Vjosa Osmani nuk është më tutje presidentes, që zoti Kurti nuk mbështet Lumera Abdixhikun për president, që zoti Kurti nuk mbështet Bedri Hamzën për president. Kjo thuajse nuk paraqet lajm. Nuk paraqet lajm. Por lajmi është si zoti Kurti nuk mbështeti zonin Osmani për president. Duket që gjithë
raporti reduktohet të këto dy figura politike në temën e presidentit. Ne kemi parë disa përpjekje dhe kjo kallëzon se ka qenë tejet konfuze lëvizjeve të vendosjes, gjë që për herë të parë realisht, për herë të parë, sidomos në ballafaqim me Vjosa Osmanin, ka qenë më konfuze se çdo herë tjetër sa i përket qëndrimeve të saj politike. Sepse ne kemi parë disa interpretime nga lëvizja vendosje pse nuk e mbështesin Vjosa Osmanin. Janë përmendur argumentet procedurale, do thotë nuk mund të sigurohen numrat e mjaftueshëm. Argumenti tjetër ka qenë se nuk dëshirojnë ta mbështetin opozitën për muri, prandaj po kërkojnë një figurë tjetër konsensuale e cila duhet të jetë e pranueshme edhe për opozitën. Nëse të kujtohet, Glauku bile me ka pasur që nuk dëshirojnë ta mbështesin opozitën për muri nëpërmjet nominimit të Vjosës. Më pastaj eksponent televizijës vetëvendosje e kanë akuzuar Vjosa Osmanin që në momente kritike për shtetin e Kosovës, ajo është pozicionuar kundër interesave të mirëfillta të shtetit të Kosovës për shkak të servilizmit të saj, si thonë ata, nuk po them unë, për shkak të servilizmit e të nështrimit të saj ndaj partnerëve ndërkombëtar. Do të kemi pas tri rrëfime, por që asnjëri realisht nuk ka arritur të shndrohet në qendrim zyrtar, që lëvizja vetëvendosje nuk e mbështet Vjosa Osmanin për arsye sepse e ka trajtuar qeverinë e Kosovës në momentet më kritike kur po shtrihej sovraniteti dhe me kaq mbyllet kjo temë, ose ta dëshmoj që nuk i ka numra. Është një situatë të konfuze, gjë që janë këto, do thotë, ky konfuzion i lëvizjes vetëvendosje bën të paqartë antagonizmin real ndërmjet këtyre dy personaliteteve. Dhe që i kemi interpretimet më pastaj të zonjës Osmani që Kurti i ka kërkuar, i ka thënë asaj që i nevojitet një president që nuk interferon në politikën e jashtme. Do të thotë edhe ky rrëfim apo këto të Lumir Abdigjiku që i dekonspiruan bisedat që na nevojitet një president i cili më tepër fokusohet në mirët me shoqatën e zjarfiksve se sa që i ushtron kompetencat e plota kushtetuese edhe në politikën e Ta perceptoj si talli edhe vetë Konjusa, njeriu i dytë i votuar. Po unë në një shkrim me kam thënë nëse trajton si kryetar të shoqatës së zjarfiksve ose si të tillë ngjashëm. Po ai tash hoqi dorë Kurti nga do të ishte talli edhe për vetë Konjusën apo për njeriu në dytë. Po për aq kohë sa insistonte që vetëm Glau Konjusa të jetë kandidat i pranuar nga gjitha subjektet politike. Në të njëjtën kohë llafet që u dekonspiruan që ka pasur kryeministri Albin Kurti me përfaqësues të subjekteve opozitare se cili duhet të jetë profili politik dhe institucional i presidentit, atëherë padyshim kjo çonte në një këtë përfundim logjik. Një president i cili duhet të mirët me shoqatën e zjarfiksve, të mos mirët me politikën e jashtme, të mos i ushtroj kompetencat e plota kushtetuese dhe institucionale. Dhe në të njëjtën kohë insistimi i vazhdueshëm i Kurtit që vetëm Konjusa të jetë një kandidat për president çoni në këtë përfundim logjik. Mirë po tashmë me çhoçi dorë, edhe analiza ime në këtë rast nuk është e plotë dhe nuk është valide. Po lëvizin nga një rrafsh në rrafshin tjetër, nga një tavolinë në tavolinën tjetër kasore, ajo çfarë po du të them dhe ta bëj si pyetje. Pak njerëz janë edhe të habitur se si Kurti rigoros parimori djeshëm vendosje të jetë fluid sot duke bërë pazare me pozita. Për një situatë politike ku nuk ka nevojë për të bërë pazare, për qeveria ati ka marrë vetë besimin në kuvend. Nuk ka problem Kosova as me qeveri, as me kuvend, ka një temë në tavolinë. Si të votohet presidenti dhe të shmanget procesi i parakohshëm zgjedhor, të evitohen zgjedhjet kasolli. Në gjithë këtë harkohe, se keni parë LDK-n dhe PDK-n në takime me Kurtin, nga shkurtje këtej. Dëgjoj, ashtu dallojnë edhe çështja po. Tregimi i sotëm i opozitës, nëse mund ta nxjerrim një bilanc. Tregimi i sotëm i opozitës, siç e kam thënë vazhdimisht, ka sidomos, do thotë, i Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe i Partisë Demokratike të Kosovës, ka qenë se nuk është që këto nuk kanë pasur interes për marrëveshje dhe bashkëqeverisje me lëvizjen vetëvendosje. U dëshmuan sepse këta pas kanë biseduar edhe për ndarje të pozitave institucionale. Mosmarrveshjet kanë lindur për shkak se Kurti sipas kalkulimeve të tyre nuk ka ofruar atë që këto mendojnë që e meritojnë. Por jo që këto janë pozicionuar paraprakisht, do thotë dhe parimisht si subjekte opozitare për të ndërtuar rezistencë ndaj lëvizjes vetëvendosje. Që kanë biseduar dhe temat
për ndarje në pushtet, për koalicione. Për koalicione, gjë që duhen u bën publike tash. Publiku drejt tani nuk e ka ditur. Nuk e ka ditur. As thash edhe vetë personalisht kanë qenë shumë hermetike këto biseda dhe mosmarrveshjet tash që kanë lindur ndërmjet Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lëvizjes Vetëvendosje dhe Partisë Demokratike të Kosovës. Nuk është se të njëjtat, do thot janë mobilizuar tej mase për t'ju kundërvu politikisht Kurtit, por sepse këto nuk e kanë fituar atë që kanë menduar që e meritojnë dhe që Kurti nuk u ka dhënë. Kjo është kanë qenë të pakënaqur me ndarjen e pushtetit që rrëfimi deri tash i Kurtit, sepse nuk kanë biseduar, nuk kanë dhënë detaje as LDK as PDK. Nuk ka fol për këtë temë vetëm zoti Kurti. Sepse ne kemi pasur në fillim pushtet më shumë se sa që i ka dhënë vot populli. Ne kemi pasur në fillim kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës ka deklaruar që nuk i përjashton marrëveshjet politike për ndarjet e pozitave shtetërore me Lëvizjen Vetëvendosje, do thot, por ai i njëjti ka kërkuar që të bisedohet në paketë për 3 pozitat, kryesinë e kuvendit, gjë ka qenë në sens logjik, sepse për kryesinë e kuvendit s'ka çka bisedohet, për qeverinë dhe kur vjen radha e presidentit bisedohet edhe për presidentin. Kështu ka qenë deklarimi i tij. Ndërkohë, nëse Lidhja Demokratike e Kosovës ka qenë rezervuar në publik sa i përket kësaj teme, ne pam që pra papirëve kishim diskutuar edhe për ndarjet e pozitave shtetërore. Mirë, po shtrohet pyetja pse Kurti pati interes ta bëj veçanërisht në këtë fazë publike ofertën e tij gjeneroze për Lidhjen Demokratike të Kosovës, po e quaj gjeneroze në thojza, sepse është gjeneroze sepse në votën e atij kontingjenti. Nëse shohim sjelljen politike të Lëvizjes Vetëvendosje gjatë gjithë vitit të kaluar, për aq kohë sa vazhdonte bllokada, ishte qepur publikisht Lidhjes Demokratike të Kosovës, që ta krijonte përshtypjen që ai është i interesuar që të ketë bashkëqeverisje me Lidhjen Demokratike të Kosovës, por që në të njëjtën kohë kjo e fundit refuzoi jo parimisht për t'i themeluar institucionet dhe për ta ndarë pushtetin e për të bashkëqeverisë me Lëvizjen Vetëvendosje. Të kujtohen edhe letra drejtuar Abdigjikut. Kemi pasur mosmarrveshje shumë të mëdha, unë dhe ti kemi pasur me të tjerët se sa ne ndërmjet vetit. Si një tregimi sotëm i opozitës ka solli kundrejt zotit Kurti. Veç ta përfundoj këtë pjesë. Dhe tash përsëri Kurti do thotë ju drejtu publikut, elektoratit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, që ai ishte i gatshëm për bashkëqeverisje me Lidhjen Demokratike të Kosovës, sepse Lidhja Demokratike e Kosovës është në atë pozicion real, ose duhet të bashkëqeverisë me Partinë Demokratike të Kosovës, nëse erëzojnë në 48 Kurti, me Partinë Demokratike të Kosovës e me Aleancën për Amerinë e Kosovës, ose me Lëvizjen Vetëvendosje. Nuk ka shans tjetër për ta ndarë qeverisjen. Dhe në këtë drejtim duket që ende disponimi i elektoratit të Lidhjes Demokratike të Kosovës më tepër e preferon një koalicion me Albin Kurtin sesa me 2 partitë e regjimit të vjetër. Dhe duket që Kurti me këtë strategji nga nesër e tutje s'dihet çfarë do të ketë zonja Osmani, e cila vjen po prej asaj periudhë politike. Është vërtet. Me gjithë dëmin e madh. Dëgjorit, unë këtu në këtë studio kam thënë që ja bëri LDK-s me 14 shkurt 2021. Dëgjorit, unë këtu në këtë studio kam thënë me gjithë entuziazmin që krijohet, nuk është se kam pritje shumë të mëdha që Vjosa Osmani do të mund të shndrohet në figurë mirë fillit, e pam tash disa media në Shqipëri kanë filluar t'ia glorifikojnë rolin e saj, do thotë. Mirë, po ne duhet të analizojmë dy karrierat politike si të zotit Kurti, gjenealogjisë, rrugtimin e tyre, si të zotit Kurti ashtu edhe të zonjës Osmani. Mos harrojmë faktin që zonja Osmani për të realizuar ambicet e saj politike. Sa mendon zonja Osmani derdhin e votës nga LDK, nga ajo prejardhje politike në Vetëvendosje? Mbetet të shihet, mirë, po mos harrojmë vetëm një fakt që zonja Osmani për të realizuar ambicet e saj politike e ka dëmtuar një trashëgimi partijake siç është Lidhja Demokratike e Kosovës. Ndërkohë zoti Kurti për të realizuar qëllimet e tij politike nga hiçi e ka ndërtuar një organizatë. Pra janë dallime radikalisht ndryshme në karrierën politike të mirë. Dhe roli i zonjës Osmani ishte fundamental. Në qendror në artikulimin e madh premtues politik Lëvizjes Vetëvendosje. Absolutisht. Që nga 2019-a e tutje në atë paktin e përbashkët që kishim për të ndërtuar fryme kolektive
për shpresën e re. Absolutisht. Mirë po tash, do të problemi është mbetet të shihet edhe se sa çfarë, sepse edhe zona e Osmanit mos madh është e heshtur deri në këtë momente. Po shohim në takime me qytetarë, nuk kemi parë ende që ka adresu përpos shkarazi njerëz në një moment njerëz të rrezikshëm, ku diun, mirë po ende nuk ka artikuluar ndonjë platformë të qartë politike, do thot kundër zotë. Mos harrojmë edhe një fakt që ngritja politike e zonës Osmani në masë të madhe është bërë nga kundërshtimi i ish klasës e vjetër politike, do të jo kundër zotit Kurti. Dhe ata të cilët e kanë ushqyer elektoralisht zonin më nuk janë aktualisht në skenën politike. Do të armiku që i ka mundsuar zonës Osmani ngritjen politike është Hashim Thaçi, duke e portretizuar si armik, Kadri Veseli, tjetri, do thotë. Ndërkohë pikërisht këtë tandem politik që kanë qenë ushqim elektoral për zonja Osmanin nuk janë më në skenën politike dhe mbetet të shihet, ajo do të jetë në gjendje. Sa do ta ndal derdhin e votës? Mbetet të shihet. Asaj nësihet LDK-s ta zëm në vetvendosje. Sa do ta imunizoj, forcoj LDK-n, nëse bëjmë pakt me zotin Abdigjiku. Siç duket që në një listë të përbashkët me numra me renditje etj. Siç duket, do thotë do tashmë është punë e kryer ky koalicioni i tyre, sepse edhe Lumir Abdigjiku ka jetike. Do thotë me konsolidimin dhe mbjetesën e tij politike, sepse nëse shkohet edhe njerëz zgjedhje dhe del partia e tretë, atëherë do të kontestohet me të vërtetë mirëfilli leadershipi i tij politik. Kështu që në këtë koalicion do thotë më tepër po e shoh si një lloj përpjekje që të dy të shpëtojnë politikisht. Vjosa Osmani e ka kuptuar që nuk e kalon pragun, do thotë, prandaj duhet bashkëqeverisja me Lidhjen Demokratike të Kosovës, ndërkohë edhe Lumir Abdigjiku e ka kuptuar që pa Vjosa Osmanin mund të përsëritet i njëjti rezultat fatal dhe të kontestohet te masë leadershipi i tyre politik. Pra ky koalicion ndërmjet Vjosa Osmanit, koalicion i brendshëm partijak, ndërmjet Vjosa Osmanit dhe Lumir Abdigjikut, më tepër se çka për ta sfiduar mirëfilli zotin Kurti, është i kurzuar nga nevoja për mbjetesë politike e këtyre dyve. Në fundit, cilin dallim do ta bëje të Kosovës politike? Pse ajo mbajti zgjedhje vitin e kaluar me 28 dhjetor dhe pse Kosova si vjet në 2026 po mban zgjedhje? Në gjërit këtu shpjegim racional unë thash nuk kam, sepse me atë tregim që janë paraqitur politikanët, zoti Kurti dhe tjerët. Rrëfim racional, do thotë, realisht unë nuk kam pse vendi detyrohet të shkojë në zgjedhje të reja të jashtëzakonshme. Dhe aq më tepër kur përparlajmërohet se do të kemi edhe një palë zgjedhje të këtë vit, dy palë zgjedhje. Një palë me 28 dhjetor, 3 palë zgjedhje brenda një viti që janë të lodhshme dhe raskapitse dhe sfilice për qytetarët e Kosovës. E kam fjalën për tregimin politik që kapitalizoi një fitore të madhe të vetvendosjes me 28 dhjetor me 51.1% vitin e kaluar dhe cili tregimi sot. Rrëfimi sot i partisë, absolutisht nuk dallon asgjë. Rrëfimi sot i partisë e cila ka mundur të shmangë zgjedhje, thosë është i njëjti vitit të kaluar, vetëm me nuanca dhe me tema të tjera që subjektet opozitare po i kundërvihen vullnetit të popullor dhe demokracisë në vend. Kjo është pak a shumë për ta reduktuar në thelb, thotë arsye pse po detyrohet të shkohet në zgjedhje që të rikonfirmohet demokracia, sepse praktikisht subjektet opozitare janë rebeluar kundër vullnetit demokratik të qytetarëve të Kosovës. Siç e tha edhe në një moment zoti Kurti, tha këto nuk kanë problem me mua, po kanë problem me popullin e Kosovës, i cili po më voton mua dhe po i hakmerrën popullit, gjë që mund të kthehet edhe në anën tjetër, që edhe zoti Kurti tash e njëjta logjik mund përdoret edhe kundër tij, që nuk ka problem me subjektet opozitare, po ka problem me popullin e Kosovës, pse nuk po ja jep atë pushtet që ky po ja aspiron. Prandaj po e man peng duke quar në vazhdimisht në zgjedhje. Mund të konkludohet, përfundohet dhe një marrëveshje e fundit, e minuta fundit, politikisht mund të ndodhë, por duke njohur këtë sfond të mendësisë politike, gjithë këtë memorie që ndonë Kasolli jo dhe gjithë njerëz që observojnë e analizojnë këtë, duket që gjasa të vogla të këtë marrëveshje dhe nga nesër e tutje do të shohim një betejë politike midis liderëve. Ku është jeni të fokusuar të betejë, sepse e shikoni, këtu po flasim për zonin Osmani, po flasim për një zë të fuqishëm opozitar të PDK-s tasëm, partisë së dytë. E fundit kjo sepse po ndëgjoni tash do thotë i gjithë insistimi i Kurtit do të jetë që të tentoj në dy karta të mëdha ta orientojë rrëfimin e tij politik. Një,
E para që Për cilët lider po flasim, Kasolli, shikoj studiot. Pajtohem plotësisht, është Kurti, Osmani mirë po vesh po flasë Po. Kurti si do ta fokusoj rrëfimin e tij politik. E para një që këtu e mbajtën bllokuar vendin dhe e dyta që subjektet opozitare votuan kundër pakos së re ekonomike për qytetarët e kohës. Është një lloj i njëjtë rrëfim sikur për buxhetin në fund të vitit të kaluar. Kjo do të jetë tema kryesore, ku ai do ta fokusoj rrëfimin e tij politik, ndërkohë mbetet të shihet se në çfarë pika do ta targetoj zonja Osmani rrëfimin politik të Albin Kurti. Pra po tham, nga nesër e tutje ende deri në këto momente përpos disa shkëndijave ajo që ka artikuluar në opinionin publik, nuk është se ende ka qenë shumë e qartë edhe ajo mbi konfliktin e madh që pritet të eskalojë gjatë ditëve në vijim. Nesër e tutje jemi përsëri me analiza sistematike të rregullta. Do të jemi për analizë të fushatës elektorale tash e tutje. Analizoni, nuk analizoni, ju analizoni. Të analizoni çdo cobës fjalie që nxjerrin liderët e partitë politike. Por unë jam skeptik që në këto moment edhe në këto pak çaste që kanë mbetur do të arrihet ndonjë marrëveshje politike, sepse loja e fundit, sidomos e lëvizjes vetëndosje me sakrifikimin e kandidatëve të saj, është në funksion të kompletimit të atij rrëfimi që bën gjithçka që është e mundur, por ja që nuk ja dolëm. Falenderoj, Kasolli. Ishte kënaqësi. Lutem. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.